Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, shpeshherë kemi dëgjuar për histori dashurie. Për histori të cilat tashmë i klasifikojmë si ato klasiket, siç është Jusufi dhe Zulejhaja, siç është Leila dhe Mejnuni, apo edhe në klasiket e tjerë. Por unë sot nuk dua t'ju flas për një dashuri të tillë. Do t'ju flas për një dashuri krejt ndryshe, për një dashuri të cilën ne në fakt e kemi parasysh që nga koha e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Do t'ju flas për atë dashuri që zëri ju ndërpre në momentin kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ndroi jetë. Pikërisht do t'ju flas për dashurinë e Bilalit radiallahu an ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. Siç e dim, Bilali radiallahu an u njoh me Islamin në kohën kur ishte sklav. U blen nga Ebu Bekri radiallahu an dhe në kohën kur u kërkonte një mënyrë për të thirrur njerëzit në namaz, pejgamberi alayhis salatu wassalam pasi zgjodhi ezanin, zëri që do ta thriste këtë ishte pikërisht Bilali radiallahu an. Bilali radiallahu an e thirri ezanin për vite të tëra, kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte gjallë. Aq të bukur e kishte zërin sa që pejgamberi alayhis salam nga një herë i thonte Bilalit radiallahu an, "Erihni ya Bilal", na fresko o Bilal me ezanin tënd. Na fresko o Bilal duke na thirrur për të falur namazin. Pikërisht pasi ndroi jetë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Bilali radiallahu an për të mos ia prishur Ebu Bekrit radiallahu an, filloi të thrasë ezanin. Në momentin kur ai tha "Eshhedu anna Muhammadan Rasulullah", aty ndaloi zëri. Fillun të qarat. Qau aq shumë sa që iku zëri. Dhe u kthye tek Ebu Bekri radiallahu an i tha: "Ja emir al-mu'minin, unë nuk e thras dot më ezanin. Nuk e thras sepse kur them "Eshhedu anna Muhammadan Rasulullah", më kujtohet pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe nuk e mbaj dot veten. Nuk e mbaj sepse unë aq shumë isha lidhur me te, sa që nuk e përfitëroj dot të thras në emër të tij dhe ai mos të jeti pranishëm. Çfarë bëri Bilali radiallahu an? Bilali radiallahu an iku nga Medina, iku në Sham, pra në Sirinë e sotme. Jetoi atje për shumë vite, i shërbeu Islamit, por si një njeri i thjesht, pa ndonjë pozitë. Dhe thuhet se pas shumë vitesh, kur ai kthehet në Medinë, i thon të thrasë ezanin. Ai fillon të thrasë ezanin përsëri. Dhe kur vjen tek "Eshhedu anna Muhammadan Rasulullah", jo vetëm Bilali tashmë, por e gjithë Medina fillon të qajë më të madhe, sepse kishte ikur i dashuri të gjithëve. Kishte ikur Muhamedi alayhis salatu wassalam, edhe të gjithë i merrte malli për te. Vëllezër dhe motra, dashuri është pikërisht ajo e cila i qëndron besnik deri në momentin e fundit. Dhe dashuri i thon asaj e cila nuk ka interes në këtë dynja, por është vetëm për hir të Zotit të gjithësisë. Dashuria për Zotin patjetër që është shumë më e madhe se për pejgamberin alayhis salatu wassalam, por ne Zotin e kemi gjithmonë në zemër dhe të pranishëm, është i pavdekshëm. E ndërsa pejgamberi alayhis salatu wassalam, si të gjithë të tjerët, erdhi dita dhe u nda. Prandaj dhe Bilali radiallahu an, fjalën Allahu Ekber e përballonte sepse e dinte që Zoti është gjallë. Por kur vinte tek "Eshhedu anna Muhammadan Rasulullah", nuk e përballoi dot, sepse dashuria për te dhe malli për te tashmë nuk e shikonte me sy të kësaj dynja. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, të zbatojmë atë që thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur përmendet emri i tij të bim salavat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Allahu i madhëruar na bëth prej atyre të cilët kanë sadopak një pikë në atë oqeanin e dashurisë për pejgamberin alayhis salatu wassalam, e në ditën e gjykimit na ringjall bashkë me te. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.